3, go! Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, ori prit pak. Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Së pari ju uroj të gjithëve një muaj të mbar dhe duket sikur kështu ka nisur edhe pranvera dhe sikur plakat kanë ndërmend që të largohen më herët këtë vit dhe mos kemi edhe ato luhatje të temperaturave apo të shirat e herpashershëm. Natyrisht gjithë personat si ata që besojnë në astrologji, po ashtu edhe ata që nuk besojnë, deri diku e gjejnë veten le të themi apo kërkojnë edhe një farë indicie pozitive për sa i përket edhe parashikimit të horoskopit. Dhe jam ditën e sotme me astrologen Elena Demollari. Elena, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është e si të kemi në emision dhe ashtu sikur se po thoja, të gjithë ne, si ata të cilët besojnë shumë te horoskopi, si ata të cilët kanë një qasje, le të themi, jo shumë të besueshme, sërish kërkojmë një, le të themi, një shej pozitive, çfarë thonë yjet apo çfarë pritet që të na ndodh në të ardhmen apo në ditët në vijim. Si e shikon ti qasjen e personave të cilët le të themi kërkojnë një shpresë mbase apo për të ditur se çfarë i pret në të ardhmen? Parashikimi i horoskopit është parashikimi i horoskopit ka vite, fiset maja që kanë qenë të parët që kanë nxjerrë horoskopin për të parashikuar të ardhmen e tyre në të kaluarën, në të tanishme dhe në të ardhmen, dhe letrat tarot të parashikojnë dhe të japin këshilla dhe në ana psikologjike dhe varet me energji. Atëherë, unë jam shumë kurioze që ta nisim me shenjën e parë, me dashin. Çfarë pritet për dashin për gjatë muajit prill? Do ketë një muaj të mbar apo? Po, përdesa do jetë në muajin e tij, do ketë një muaj të mbar dhe do ketë një energji pozitive. Megjithatë, do lëm ta zbulojnë letrat tarot çfarë do thonë për shenjën e dashit. Okej, le ta shohim. Dashi do bëj udhëtime të gjata nëse ka menduar për një udhëtime të gjata. Nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabil, do thonë ndoshta po ndoshta jo, nga ana shpirtërore, do gjej një qetësi shpirtërore, mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime. Ëndrat kota një fatin do prej me gëshor, do i shkojnë gjëra diku dhe do i priten në mes, por duhet të kenë kujdes nga ëndrat e kota, iluzionet kota, do jenë shumë luftarak për veten e tyre, do vishën veshin e çelikt. Udhëtim tregëti biznesi duhet të ecin përpara, mos e kthejnë kokën mbrapa, do marrin lajme të mira nëse janë në pritje disa lajmeve, të bëjnë gati se ka një lek të papritur, një partneritet me energji pozitive dhe rrugët i kanë të afra, do kenë shumë mundësi për të ecur përpara shenjë dashit. Më përpara i kanë marrë lajme të mira, më përpara i kanë marrëvendime të nxituara, po do kenë nisma të reja se kanë Urani dhe Urani do t'japi një energji pozitive do i duket shenjës së dashit sikur do fillojë nga zero. Por do ketë një energji pozitive shenjë dashit. Shumë urime për dashin, por ka diçka për të cilën duhet të kenë kujdes apo duhet ta kenë parasysh? Duhet të kenë kujdes se mund të kenë edhe sfida, po duhet të kenë kujdes gjatë muajit prill. Duhet të kenë kujdes se mund të kenë dhe këto pengesa, duhet të shmangin këto skandalet, mos marrëveshjet, konfliktet në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, me bizneset. Domethënë duhet të jenë sigurt në vetveten e tyre para se të veprojnë. Okej, super, urime dashve dhe kalojmë tek Demi. Çfarë pret shenjën e Demit për gjatë këtij muaji? Demi duhet të ketë kujdes nga personat që nuk shikojnë drejtimet e tyre, shpifin, mashtrojnë dhe pisërisht kanë spionazhin. Do të thonë demat do jenë të sulmuar nga shpifjet, nga mashtrimet, nga manipulimet që mund të jenë dhe meshkut që mund të manipulojnë ose mund të shpifin, mund të mashtrojnë, mund të jenë edhe femrat. Duhet të kenë kujdes nga personat negativ, do jenë në pritje të shumë lajmeve, por dikush mund t'ia prisë në mes dhe mund të jetë një person negativ ose mund të jetë dhe një kundërshtar i shenjës së Demit. I pëlqen bëj një zanat të dytë, një profesion të dytë, profesioni
punës së tyre, shumë thashë theme i kanë pasur në ajër, te dëshirat i kanë pasur në ajër, diçka ere po i vjen. Agjencia udhëtimi do marrë një përgjigje për po mund të kenë një takim të rastësishëm. Janë në pritje disa lajmeve, do marrin lajme të mira, do përballen me persona që janë të lëkundur në mendimet e tyre, e kanë mundësinë për t'ia dhënë një shans dhe nuk do t'i japin. Një lajm do i marrin të mirë, një lajm do i marrin të idhur. Të ulur të mërzitur në një impeme duke menduar, por normalisht se do t'i japi dhe dhurata. Do ketë një ndryshim të papritur për shenjën e demit, një ndryshim radikal, një cikël i ri, një epokë e re, një transformim. Do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje, do jetë një transformim për të mirë. Rotë e fatit është në drejtimin e tyre dhe një person i tri largojnë nga jeta e tyre, nëse ka të bëjë me armike kundërshtare, ka Jupiterin që do t'japi nisma 3, perspektiva 3, do eci përpara. Viza, pasaporta, dokumenta do marri përgjigje për po. Nëse një dem ka të bëjë me çështje ligjore, do dali fituar, do marri një përgjigje për po. Dhe dema do jenë mirë. Syt 4 për dema, sepse do e ke një muaj të balansuar, sa me sfida, po aq edhe me lajme pozitive, me sa duket. Po. Okej. Do shohim se si do jetë muaji prill për binjakët. Binjakët, shoh që kanë pasur një lidhje dashurie, po janë shumë zemërtyer në lidhje me dashurinë. Duhet të kenë kujdes se mund të kaluarën e tyre, mund të kenë kaluar ndarje, divorce, shumë zemërtyer, gjatë jetës së tyre mund të kanë plagosur tre persona mund të jenë plagosur ose mund të ketë pasur lidhje të vazhdueshme, shikojnë drejt horizontit të largët, nëse kanë të bëjnë me çështje ligjore, studie ligjore, duhet të konsultojnë mirë me një avokat, nëse ka të bëjë me shkencën, do i plotësoj dëshira e tyre. Fejisa, martesa, tavolin, diklinde do marrin lajme të gëzuara, nëse janë pritje disa lajmeve. Do marrin lajme të mira, duhet të ecin përpara, do përballen me persona që janë xheloz dhe nuk ja tregojnë ato. Xhelozi do kenë një dashuri personante vulkanike, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin, kanë një intuit fort, një energji të fortë, duhet t'japin kuraj vetes, duhet t'japin forcë vetes. Po pavarësisht që mund të jenë shumë zemërtyer në lidhje me dashurinë, do kenë dhe balancime. Do kenë balancime dhe shenjë binjakëve, po përsëri një muaj roz për binjakët, pra lajme të mira. Po, një muaj roz për binjakët. Po. Le të kalojmë tek shenja tjetër, e cila është shenja e Gaforës. Gaforës, po. Gaforia do jenë të super mingarkuar, do kenë një mingarkes, mund të jenë të mingarkuar si në punë, si në dashuri, si në familje, mund të jenë mingarkuar me thashë theme, por në momentin e fundit do thonë, do dorëzojmë, nuk do dorëzoj, dhe për shenjën e Gaforës, do të çeli diçka e re, mund të ketë dhe shigjeta për shenjën e Gaforës, po pavarësisht se do sulmohet, ato shigjeta do i kthehen përsëri mbrapsht personave kundërshtarëve ose konkurrencë, nëse një Gafore ka konkurrencë. Dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorë që nga puna, dikush e ka prerë bes ose duhet të presi në bes. Nëse një Gafore është tradhtuar ose do tradhtohet, duhet të ketë kujdes se dikush do ta presi në bes. Kujdes Gafore, duhet të jenë gjithë kohës vigjilent. Po, Gafori duhet të jenë vigjilent dhe do ketë tradhti, ose do tradhtojnë Gaforet, po Gafori do i tradhtojnë. Do përballen me tradhti nga personat e tyre. Do përballen me tradhtin, po, do përballen me tradhtin. Shumë thashë theme do i kenë ajër, te dëshirat i kanë ajër, diçka ere po i vjen. Agjencia e udhëtimit do marrë një përgjigje për po. Duhet të kenë kujdes me persona që janë me dy fytyrë, kanë nevojë për qetësi, për relaksim. Venusi mund t'i bllokoj pak në dashuri, mund t'japi strese, mërzitje, bllokime, por do zgjidhen gjërat me kreativitet. Do ketë një mingarkesë për punën që bën, po përsëri do zgjidhen gjërat me kreativitet dhe në fund fare do marrin lajme të mira, nëse është në pritje disa lajmeve si në punë, si në dashuri, si në fat, si mund të kenë dhe biznesin e tyre dhe në profesionin e tyre, do ecin përpara dhe do kenë një ngritje ekonomike financiare, por në dashuri mund të kenë një tradhtin punë, mund të kenë dhe një tradhtin në dashuri. Pra, duket sikur është një muaj, le të themi, që ruan balancat midis të lajmeve të mira dhe atyre jo fort të mira. Po, duhet të ruajnë balancave midis të mirave dhe të këqija. Okej, le të kalojmë tek Luani. Luani sheri debate, konflikte, mos marrëveshje, duhet të shmangi debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve, se mund të ketë dhe një konkurrencë, nëse ka të bëjë. Nëse ka të bëjë me çështje pronash, duhet të shmangi debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve.
Një kuror me shëri debate, një kredi e marrë, një transformimi i papritur, një shkatrim, një ndikim, më ndikohet dhe nga marsi, po do jetë një transformim. Një kontrat pune, një firmë, një dokument që do firmosi, mund të ketë pak bllokime mentale, por duhet të çlirohet nga bllokimet mentale. Gjërat mund të ketë të turbullta, mund të turbullohet nga hyjt, por përsëri do ketë qartësime. Do ketë ribashkime, një ripajtim, nëse ka të bëjë me një partneritet, me një ortak, do ketë një ripajtim. Ngritje ekonomike, financiare do jenë pak të mërzitur, por në fund fare do dalin të fituar, pavarësisht që muaj prill mund të kenë sfida dhe për shenjën e Luanit, por do dalin të fituar, do dalin drejt atyre në gjitha drejtimet. Do jenë një familje e kompletuar dhe një dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Nëse ka menduar për një projekt ose për blerje shtëpie, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Pra, urime Luanëve dhe sukses në një muaj të mbar. Shenja e radhës është Virgjëresha. Virgjëresha duhet t'i besojë intuitës saj, energjisë së saj, duhet të ketë kujdes nga personat negativ që mund t'i transmetojnë një energji negative. Do kenë një intuit të fortë, një energji të fortë, duhet t'i japin koraje vetes, duhet t'i japin fort vetes. Do kenë takime, telefonata, komunikime, udhëtime të fuqishme. Çdo situatë do i dalin përpara, po duhet të kenë kujdes me persona që mund të jenë serioz dhe korrekt dhe kur gabojnë nuk i prenden asnjë gabimet. Saturni mund t'i ketë dhënë një ekuilibrim, po do qartësojnë gjërat e tyre. Një diplomë, një master që do marrin në punën e tyre do korri sukses, por duhet të ketë kujdes me shoqëritë misi të fallse. Do ketë përfitime të vogla në lek. Nëse ka të bëjë me çështje institucionale ose ligjore, do kenë rrugë zgjidhje. Do konsultojnë me një avokat dhe do dali e drejta e tyre. Nga ana financiare do jenë mirë, por duhet të kenë kujdes se mund të kenë edhe një problem ligjor që do e zgjidhin me kreativitet. Domethënë, do marrin një përgjigje pozitive. Pra duhet të jenë gjithkohës vigjilente, po ashtu edhe Virgjëreshat. Po, dhe Virgjëreshat duhet të jenë vigjilente. Dhe të kalojmë tek Peshorja. Peshorja ka të bëjë me persona të çelikët, autoritar, shefa i prora, drejtora e qeveritar, këshillohet nga persona të moshuar, do ketë një stabilitet. Nëse ka të bëjë çështje institucionale, do stabilizojnë gjërat. Me që Peshorja është edhe letra e drejtësisë e balancës, do balancojnë gjërat. Një largim pune, një prishje planesh, dikush i ka prishur planet, dikush është larguar e ka lënë të mërzitur, por pavarësisht që kanë pasur pengesa, mund të kenë pasur dhe bariera, pengesa gjatë rrugës së tyre, po do stabilizojnë gjërat. Duhen të kenë kujdes me persona që janë me dy fytyra, janë lutur, por diçka dëshira e tyre do t'i bëjë realitet. Dashuri pasionante, pak pengesa në partneritet, mund të kenë dhe xhelozi ndaj njëri tjetrit. Për momentin mund të kenë gjërat e ngrira, por universi do i çajë akullin dhe do dhici përpara. Do jenë një familje kompletuar, një trashëgim, një pasuri. Do përballen me persona që janë xheloz dhe kanë një rrugë të gjatë për të arritur atje ku duan. Fejesa martesa shtatzëni, pritje fëmijë, harmoni dhe kanë diellin që kanë letrën më pozitive, do të ecin gjërat mbar. Rrotë e fatit është në drejtimin e tyre dhe një person i tretë do largohet nga jeta e tyre. Nëse një peshore ka kundërshtare, do ketë Jupiterin që do marrë nisma të reja, perspektiva të reja, do eci përpara. Okej, duket sikur është një muaj i mirë për Peshorën. Po, do jetë një muaj mirë për Peshore. Dhe le të kalojmë tek Akrepi. Vazhdojmë me Akrepin. Akrepi në të kaluarën e tyre kanë kaluar trama, aksidente, operacione kirurgjikale, kanë qenë kalëtuar një përshplanesh, falimentin, janë shumë të vrarë shpirtërisht, probleme me shëndetin. Shumë të kanë bashkëpine, shumë të rathim bashkëpine dhe çdo njeri që ka mësuar mund të ketë futur një thikë bashkëpine, por duhet të kenë kujdes dhe mund të kenë dhe një falimentim ose dikush që ka vrarë shpirtërisht. Mund të kenë ndruar jetën dikush si personi familjes, por mund të kenë dhe pak probleme shëndetësore, duhet të kenë kujdes shëndetësin. Do ketë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtimi i shtetit, i pëlqen shkrimtaria, piktura, poezia, profesioni punës tyre, gjërat mund të kenë pak pezull, po do zgjidhen gjërat me kreativitet. Përfitimet vogla nëse do kenë biznesin e tyre, duhet të kenë kujdes nga persona të tretë që një person i tretë mund t'i lërë të mërzitur, t'i shajt, t'i bullizoj dhe do jenë shumë të mërzitur. Besojnë shumë te universi, për njerëzit mund t'jenë shumë negativ, po për Zotin janë beguar. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë një pozicion të mirë, do rilindë diçka e re, kanë Plutonin që do t'i japin një rilindje, ëndra do i kenë gjithmonë paralajmërim, po do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do kenë një balancim. Janë në pritje disa lajmeve dhe do marrin
lajme të mira, pavarësisht situatës që një akrep mund të jetë i vrarë shpirtërisht, përsëri do balancohen gjërat dhe do dalë e drejta e tyre. Pra do ruan balancat edhe për akrepët. Po, Le të shohim duhet të urojë dhe balans. Muaj prill për shenjën e shigjetarit. Shigjetari do ketë një mingarkesë pune, do jetë shumë, do me thënë, duhet të ketë kujdes, do ketë, thashë theme, poshtë e përpjer, po duhet të ketë kujdes. Në momentin e fundit mund të thotë do dorëzohen, por nuk do dorëzohet, do të çeli diçka e re, do ketë një rilindje, do përballet me personat që janë xheloz, duhet të ketë kujdes nga persona që mund t'i transmetojnë një energji negative ose për persona të ftohtë që mund të jetë një dëshirë që një shigjetare kërkon edhe mund t'i prishi planet, mos marrë opinionin të tjerëve, duhet t'japi drejtim vetës të tyre, kanë një takim, një telefonat, një udhëtim të furishëm, një komunikim. Çdo situatë ka ndalë përpara, por do përballet edhe me persona që mund të jenë serioz dhe korrekt dhe kur gabojnë nuk i prandon asnjë gabim. Do ketë një ngritje ekonomike financiare, për momentin mund të ketë gjërat pezull, po të zgjidhen gjërat me kreativitet. Në dashuri duhet të kenë kujdes, nuk shikoj probleme shëndetësore, por në përgjithësi do jenë mirë dhe shigjetarët. Okej. Lajme të mira përgjithsisht, por që për secilën nga shenjat më sapo kuptoj unë, është një muaj si tranziti dhe duhet të jenë vigjilentë gjithkohë për të papritura. Okej. Le të kalojmë tek shenja e bricjapit. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Le të kalojmë tek shenja e bricjapit. Okej, bricjapi. Bricjapi, dikush e ka zhytur thellën më thellë në gënjeshtra në mashtrimi, një konkurrencë do i kaloj këto pednisa, do i plotësoj dëshira e tyre. Mos i bëni gjërat me sy mbyllur se nuk e kupton se çfarë po ndodh mbrapa vetes tuaj. Keni armën e besimit, armën e zemrës, do ndihmojeni nga gjysmëonë dhe gjërat do shëshojnë pak e nga pak, por nuk do jenë sigurt, nuk do jenë stabil, do thonë ndoshta po ndoshta jo. I pëlqen të bëj një zanat të dytë, një profesion të dytë, nga ana shpirtërore do gjeni që si shpirtërori duhet të kenë kujdes me personat që mund të ndorinë në jetën e tyre, dikush ka hyrë në mendimet e tyre dhe mund të jetë një person xheloz akmarrës ose kërkon një akmarrje. Mos marrin opinione të tjerëve, të bëjnë gati se kanë një lek të papritur, një partneritet me energji pozitive dhe do kenë shumë mundësi për të ecur përpara. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë një pozicion të mirë, do rilindi diçka e re se kanë Plutoni që do t'japi një rilindje. Do të ekuilibrojnë prapë, se Saturni mund t'japin gjithë ekuilibrim, por përsëri do e kapin situatën në dorë dhe shenja bricjapit. Dhe shenja parafundit është ujori. Okej. Ujori Ujori, një kuror, më falë, më dëgjon ti se unë nuk të dëgjoj zemër. Po, të dëgjoj. Okej. Një kuror misheri debati, një kredi e marrë, një transformimi papritur, një shkatrim, një ndikim ka ndiku dhe Marsi, çfarë i ka ndodhur, duhet mos e kthejmë në kokë mbrapa, do ketë një transformim, do ketë një ndryshim. Ka ngaluar shumë situata të vështira, por do dalin nga situata në cilën janë, i pëlqen shkrimtaria, piktura, poezia, i pëlqen të bëjnë një zanat të dytë, një profesion të dytë, janë shumë luftarak për veten e tyre, kanë veshur veshin e çelik, Merkuri mund t'i japi pak rëndesë psikologjike, po do manifestoj, do e kapi situatën në dorë. Në qoftë se kanë të bëjnë me çështje ligjore, do dalin të fituar. Duhet t'i besojnë intuitës të tyre, energjisë të tyre. Merkuri mund t'i japi pak rëndesë psikologjike, po do i kapin situatën në dorë. Do manifestojnë. Dhe në përgjithësi dhe shenja ujori do jetë mirë. Mund të ketë pak sfida, por përsëri do jetë mirë. Urime për ujorët. Dhe shenja e fundit, peshqit. Le shohim se si do jetë ky muaj për shenjën e peshqve. Peshqit do fillojnë me kontrata pune, firma, dokumente. Nëse kanë të bëjnë me çështje ligjore, duhet konsultojnë me emrin e një avokat, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre. Do kenë shumë thashë theme në ajër, por nuk do t'i marrin shumë për bazë. Duhet të shmangin sherrit, debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve. Një diplom, një master që do marrin në punën e tyre do korrin sukses, por duhet të kenë kujdes me shoqëritë misit falso. Duhet të kenë kujdes nga personat që pjesërisht kanë spionazhin, janë shumë zemërtyje në lidhje në dashurinë, duhet të kenë kujdes të tradhtin
dikush mund t'i tradhtoj, por do jetë një muaj sfidues dhe për shenjën e peshqve. Çështja ligjore do marrë një përgjigje për to, por në dashuri duhet të kenë kujdes se mund të përfshin ndonjë konflikt ose më ndonjë skandal shenjë peshqve. Po gjitha shenjat horoskopi do kenë një energji pozitive, pavarësisht sfidave të tyre do i kalojnë me sukses. Me sa unë po kuptoj duket sikur muaji prill do jetë një muaj karmik, sikur secila nga shenja do përballet me atë çfarë ka manifestuar më herët. Po, në qoftë se një person ka bërë keq, karma do i kthehet për keq. Në qoftë se një person ka bërë mirë, karma do i kthehet për mirë. Se çdo gjë ka të bëjë me karma, nuk i thotë që do kthehet karma. Por, muaji prill do jetë një çik sfidues për gjitha shenjat e horoskopit dhe duhet të kenë kujdes, duhet të jetë përgatitur ose në veprimet ose çfarë do planifikojnë, si për punë ose për projektin e tyre, si për punë, në dashuri, në fat, në biznesin e tyre, duhet të mendojnë mirë, pastaj të veprojnë më. Pra, duket si një muaj që kërkon logjik të fortë dhe qëndrueshmëri për të ruajtur stabilitetin. Po, dhe stabilitet. Po. Elena, të falenderoj shumë për parashikimin që bëre përgjatë muajit në cilin gja kemi hyrë tashmë. Unë kam dhe një pyetje të fundit përpara se sa ta mbyllim episodin e ditës së sotme. Duke qenë se ditëve të fundit ka qarkulluar nëpër media edhe le të themi situata jote me programin le të themi të piranjave. Jam shumë kurioze të di se si qëndron e vërteta le të themi kësaj situate. Atëre, e vërteta, pavarësisht këto ditë që është publikuar, ajo kurthi është bërë para një muaji dhe është bërë në datën 28 shkurt. Zonja e nderuar pretendonte për që solucion të cilët unë e kam thënë dhe e kam thënë në televizionet publike, e kam thënë për arsye që ai solucion nuk ekziston, nuk shitet dhe e kam hedhur për shkak të konkurrencës për të provokuar konkurrencën për shkak të ankesave që kam pasur. Kam pasur zonja në telefonat më është prezantuar jo me emrin e saj të vërtet, po më është prezantuar me një emër mashtrues, duke haptasi që zonja duke nga emri, duke thënë që mund të ishte një skem mashtruese, jo me emrin e saj të vërtet, por është prezantuar me emrin Sara. Dhe këtë gjë unë deri diku e kam kuptuar, por në telefonat unë nuk kam përmendur solucion ribashkimi dhe zonjës ja kam qartësuar për punën që bëj. Pavarësisht që kam tentuar për të më hequr nga tregu ose për të më prishur si imazh publik, unë do ta ndjek në anë ligjore deri në drejtësi. Uroj qartësim sa më shpejt situatës dhe ta shmangësh sa më shpejt të mundur. Do ta shmangi për arsye se është një diçka që nuk është e vërtetë. Do të thonë, Elena Demullari, si astrologji unë kam thënë që jam i licencuar për astrologji, shërbime energjetike, e licencuar taksa paguese. Zonja pretendonte për magji, që unë nuk kam praktikuar kur magji, se magjia dënohet më liq. Do të thonë, janë disa gjëra që po hidhet balt mbi imazhin tim si person publik dhe balt mbi televizionet ku unë kam qenë e ftuar. Por unë këtë çështje do e ndjek deri në fund dhe me këtë çështje do merret avokati im, çdo gjë ja kam lënë në dorë avokatit deri të fitoj të drejtën time. Uroj ta kalosh sa më shpejt dhe sa më lehtë. Unë të falenderoj shumë për episodin që zhvilluam bashkë ditën e sotme dhe patjetër do shihemi në muajt e ardhshëm. Të përshëndes. Të falenderoj. Faleminderit për ftesën zemër. Faleminderit. Të dashur miq, ju falenderoj që na ndoqët në episodin e kësaj dite. Le të themi data 1 prill duket sikur është një ditë gënjeshtrash, qelloj që të kishim dhe horoskopin ditën e sotme, por unë ju uroj një muaj të mbar të gjithëve dhe bashkë do shihemi sërish në episodin e radhës. Mos harroni ta bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Ju përshëndes.